Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. Betohem për erëra që shpërndajnë pluhurin, dhe për rrethë e ngarkuara rënd, dhe për ato anije që lundrojnë lehtë, dhe për ata engjëj që shpërndajnë urdhrat, se me të vërtet, është e sigurt ajo që ju premtohet, dhe çdo shpërblim e dënim do të ndodhë. Për qiellin e stolisur me yje, ju keni gjithë farë mendimesh. Prej ti, Kur'anit shmanget ai që nuk beson. Qofshin mallkuar gënjeshtarët, të cilët janë të zhytur në padije dhe të shkujdesur ndaj ditës së gjykimit. Ata pyesin, kur do të jetë dita e gjykimit? Atë ditë ata do të përcëllohen në zjarr. Do të thuhet, shihoni dënimin tuaj, këtë kërkuat ju shpejtohet. Padyshim, ata që i friksohen Allahut do të jenë në kopshte dhe burime, duke marrë atë që ua ka dhuruar Zoti i tyre. Me që më parë kanë qenë punëmbar. Ata flinin pak natën, ndërsa në agim kërkonin falje nga Allahu. Në pasuritë e tyre ka pasur pjesë për lypsit dhe nevojtarët. Në tokë ka shenja për ata që besojnë me bindje, por edhe në vetet tuaja, a nuk shihni vallë? Në qiell është furnizimi juaj dhe gjithçka që ju është premtuar. Betohem për Zotin e qiellit dhe të tokës, se kjo që ju premtohet është e vërtetë, ashtu siç është të folurit tuaj. A e ke dëgjuar historinë e mysafirëve të nderuar të Ibrahimit? Ata hynë tek ai e i thanë, paqe, dhe ai u tha, paqe o njerëz të panjohur. E pa u vënë re, ai shkoi te njerëzit e shtëpisë dhe solli një viç të majm. Pastaj u afroi atyre e u tha, a nuk po hani? Dhe ndjeu frikë prej tyre. Por ata i thanë, mos u frikso. Dhe i dhanë lajmin e mirë për një djalë të dijshëm. Atëherë erdhi gruaja e tij, që duke thërritur dhe rahur fytyrën tha, vallë, a mund të lind unë, plak shterp? Ata thanë, kështu ka qenë vullneti i Zotit tënd. Ai është vërtet i urtë dhe gjithdijshëm. Ai i pyeti, cili është qëllimi juaj o të dërguar? Ata thanë, ne jemi dërguar te një popull keqbërës, për të hedhur mbi ta gur prej balte të pjekur, të shënuar te Zoti yt, për ata që kalojnë kufirin në të këqija. Ne i nxorëm të gjithë besimtarët që ishin në atë qytet, ndonë se aty gjetën vetëm një shtëpi muslimane, dhe në të lam shenja për ata që i friksohen dënimit të dhemshëm. Edhe në historinë e Musait ka mësim, kur ja dërguan faraonit me provë të qartë. Ai, faraoni, u shmank nga besimi, së bashku me komandantët e vet, dhe tha, Musai është magjistar ose i çmendur. Ne e kapëm atë me ushtrinë e tij dhe e hodhëm në det. Ai e meritoi. Mësim ka edhe në historinë e fisit Ad, kur i dërguam erën shkatruese, e cila nga do që kaloi, nuk kurseu asgjë, duke i kthyer në kalpsira. Edhe te fisi Themud ka mësim. Kur ju tha antarëve të tij, kënaquni një farë kohe. Ata u treguan me ndjemdhej ndaj urdhrave të Allahut. Pastaj goditi rufeja ndërsa e shihnin, por nuk mundën as të ngriheshin, as të mbroheshin prej dënimit. Mësim ka edhe te populli i Nuhut, që e shkatruam shumë kohë më parë. Me të vërtet, ai ishte popull i pabindur. Ne kemi ndërtuar qiellin me fuqinë tonë dhe ne zgjerojmë atë. Edhe tokën e kemi shtruar. Sa shtrues të mrekullueshëm që jemi. Dhe nga çdo gjë, ne kemi krijuar dy palë, në mënyrë që ju të vini veshin. Andaj, ikni prej dënimit, drejt shpërblimit të Allahut, se unë vërtet që jam dërguar te ju prej tij, si paralajmërues i qartë. Dhe mos adhuroni Zot tjetër krahas Allahut, se unë vërtet që jam dërguar te ju prej tij, si paralajmërues i hapur. Kështu sa herë që një i dërguar vinte te popujt para tyre, Mekasve, ata thoshin, është magjistar, ose është i çmendur.
Val, a mos ja kanë pasuar këtë njëri tjetrit? Jo, por ata vetë janë popull që e kanë tepruar. Prandaj shmangu prej tyre, ti nuk do të qërtohesh për këtë. Por këshillo, se vërtet këshilla u bën dobi besimtarve. Gjindet dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të më adhurojnë. Unë nuk kërkoj prej tyre risk, as nuk dëshiroj që të më ushqejnë. Vërtet Allahu është furnizuesi i vetëm, i fuqishmi, i plot pushtetshmi. Padyshim, ata që kanë bërë të këqija, do të kenë pjesën e tyre të dënimit, të ngjashme me pjesën e shokëve të tyre të mëparshëm, që kanë qenë si ata. Prandaj të mos më sfidojnë që ta shpejtoj atë. Kështu, mirë mohuesit prej ditës që u është premtuar. Betohem për malin Tur të Sinait dhe për librin e shkruar në rreshta, në fletë të pahapura, dhe shtëpinë plot vizitor, dhe për kupën e ngritur të qiellit, dhe për detin e mbushur, se me të vërtetë, dënimi i Zotit tënd do të ndodhë, dhe askush nuk mund ta pengojë. Atë ditë qielli do të tronditet fuqishëm, e malet do të lëvizin nga vendi me forcë. Atë ditë, mjerë për jo besimtarët, që të zhytur nga gënjeshtra argëtoheshin. Atë ditë, ata do të hidhen me forcë në zjarin e xhenemit. Do t'u thuhet, ky është zjari që e keni mohuar. A është kjo magji, apo nuk shihni? Përcëllohuni në të, e duroni apo nuk e duroni, njësoj është për ju. Në të vërtet, ky është shpërblimi i vetëm për atë që keni bërë. Vërtet besimtarët e devotshëm do të jenë në kopshtet e xhenetit dhe në lumturi, duke u kënaqur me atë që u ka dhënë Zoti i tyre, sepse ai ka ruajtur prej dënimit të zjarit flakërues. Do t'u thuhet, hani e pini me kënaqësi, si shpërblim për atë që keni bërë. Të mbështetur në divane të renditura, ata do të martohen me hyri sy bukura. Ne do t'u bashkojmë besimtarve pasardhësit e tyre që i ndjekin në besim, dhe nuk do t'u pakësojmë asgjë nga shpërblimi për veprat e tyre. Çdo njeri është peng i veprave të veta. Dhe do t'u ashtojmë atyre mirësitë me fruta dhe mish, si u ka ënda. Atje do t'ia kalojmë njëri tjetrit gotat e mbushura, e nuk do të ketë biseda të kota, e as gjunahe. Rreth tyre do të sillen shërbyes djelmosha, si margaritar të fshehur. Ata do të afrohen duke biseduar me njëri tjetrin, e duke thënë, më parë, ne kemi pasur frikë në familjet tona, nga gjykimi i Allahut, por Allahu na ka dhuruar mëshirë dhe na ka ruajtur nga era përcëlluese e zjarit. Më parë, në jetën toksore, ne I jemi falur vetëm atij. Ai është vërtet bamirës dhe mëshirëplot. Pra, paralemro Muhammed, betohem për mirësinë e Zotit tënd, se ti nuk je as fallxhi e as I çmendur. Vërtet thon ata, ai është vjershëtar, të presim derisa të zhduket vdekja. Thua ju, prisni, se edhe unë po pres bashkë me ju. A mos u vjen kjo nga mendja e tyre? Apo ata janë popull I ndërkryer? Vërtet thon ata, ai e ka trilluar atë. Nuk është kështu, por ata nuk besojnë. Atëherë le të sjellin një libër të ngjashëm me të, nëse ajo që thonë është e vërtetë. A mos vallë, ata janë krijuar nga hiçi, apo mos janë ata krijues të vetvetes? A mos vallë ata kanë krijuar qiellin dhe tokën? Nuk është kështu, por ata nuk janë as pak të bindur. A mos zotrojnë thesaret e Zotit tënd? Apo mos janë ata sunduesit e gjithçkaje? A mos kanë ndonjë shkallë për në qiell e përgjojnë atë? Atëherë, le të sjell përgjuesi I tyre një provë të pakundërshtueshme. Vallë, për atë janë vajzat, e për ju djemt. A mos po kërkon ti shpërblim prej tyre, që të kenë frikë se mos po ngarkohen me detyrim? A mos po zotrojnë të padukshmen, kështu që mund ta përshkruajnë? A mos duan të ngrenë kurthe kundër teje?
ta dinë se vetëm mohuesi do të bien në kurthe. A mos ata kanë Zot tjetër veç Allahut? Allahu është i lartësuar mbi gjithçka që e atribojnë atij. Edhe si kur të shihnin se po bie një copë nga qielli, ata do të thoshin, është veç një grumbull rresh. Prandaj, lëri ata të vazhdojnë kështu, derisa të takohen me ditën në të cilën do të zalisen nga frika, me ditën në të cilën dinakrit e tyre nuk do t'u bëjnë asnjë dobi dhe kur nuk do t'i ndihmoj askush. Në të vërtetë, për keqbërësit, ka edhe një dënim tjetër para këtij, por shumica e tyre nuk e dinë. Prandaj, duro për gjykimin e Zotit tënd, se me të vërtetë ti je nën sytë tanë. Lavdëroje duke e falenderuar Zotin tënd kur të ngrihesh, edhe gjatë natës lavdëroje atë, si dhe pas perëndimit të yjeve. Betohem në yllin kur perëndon, se shoku juaj Muhamedi nuk ka humbur e nuk ka devijuar. Ai nuk flet sipas dëshirës së vet, por ajo që thot është vetëm shpallje hynore që i vjen atij. Atë ja ka mësuar atij një engjëll shumë i fuqishëm, mendje lartë, që u shfaq qartë në horizontin më të lartë. Pastaj i u afrua duke zbritur dhe i qëndroi pranë sa hapësira midis dy harqeve, ose edhe më afër. Atëherë Allahu ja frymëzoi robit të vet shpalljen nëpërmjet Xhebrailit. Zemra e Muhamedit nuk gënjen për atë që ka parë. Vallë, a do ta kundërshtonit atë për çfarë ka parë? Në të vërtetë, ai e ka parë Xhebrailin edhe një herë tjetër, te Sidretul Muntehaja, ku ndodhet xheneti i strehimit. Atëherë Sidrën çfarë nuk e mbulonte, prej mrekullive. Shikimi i tij nuk u shmang dhe nuk shkoi përtej, por ai pa disa nga mrekullitë më madhështore të Zotit të tij. A e keni parë latën dhe uzën? Po me natën, të tretën dhe të fundit. Vallë, për ju janë djemt, ndërsa për atë vajzat. Kjo ndarje është e padrejtë. Këta janë vetëm emra që ua keni ngjitur idhujve, ju dhe të parët tuaj. Kursa Allahu nuk ju ka dërguar për ata asnjë provë. Ata ndjekin vetëm hamendjet dhe atë që ua ka qejfi. Ndonë se u ka ardhur prej Zotit të tyre udhëzim për rrugën e drejtë. A do të ketë njeriu gjithçka që dëshiron? Vetëm Allahu t'i përkasin bota tjetër dhe kjo botë. Sa engjëj ka në qiell, ndërmjetësimi të cilëve nuk bën asnjë dobi, vetë se pasi të jap leje Allahu, për këtë doj e të pëlqej vetë. Vërtet ata që nuk besojnë në jetën tjetër, u japin engjëjve emra femror. Ata nuk kanë asnjë njohuri për këtë, por ndjekin vetëm hamendjen, ndonë se hamendja nuk mund të zëvendësoj as pak të vërtetën. Andaj ti o Muhammed, largohu prej atij që i kthen kurrizin Kur'anit dhe që dëshiron vetëm jetën e kësaj bote, ka qarin gjithë dija e tyre. Në të vërtetë, Zoti yt i njeh më së miri ata që janë shmangur nga rruga e tij dhe ata që ndjekin rrugën e drejtë. Allahu t'i përket gjithçka që gjendet në qiell dhe në tokë, për t'i dënuar ata që bëjnë keq sipas veprave të veta, e për t'i shpërblyer ata që bëjnë mirë me shpërblimin më të mirë. Për ata që ruhen për gjunaheve të mëdha dhe veprave imorale, përveç gjunaheve të vogla, Zoti yt zotron falje të gjerë. Ai u njeh mjaft mirë kur ju krijoi nga dheu dhe kur ishit embrion në barkun e nënave tuaja. Prandaj mos u lavdroni me pafajsinë tuaj. Ai njeh më së miri ata që ruhen nga gjunahet. A e ke vënë re atë që shmanget nga e vërteta dhe jep pak e pa dëshirë? Ai di ai vallë gjërat e padukshme. Ai sheh ato. Vallë, a nuk ka dëgjuar ai për atë që thuhet në shkrimet e Musait dhe të Ibrahimit, i cili i plotsoi detyrimet, se askush nuk do t'i mbart gjunahet e tjetrit, dhe se njeriu do të ketë vetëm atë për të cilën ka punuar, se përpjekjet e tij do të shihen dhe se do të marrë shpërblim të plot, se te Zoti yt do të jetë kthimi, se ai jep gazin dhe vajin.
dhe se ai jep vdekjen dhe jetën, se ai krijoi çifte mashkull e femër, nga një pikë fare ku derdhet, dhe se atij i takon të krijoj përsëri të ringjallë, se ai jep pasuri dhe kënaqësi të mjaftueshme, ai që është Zoti i Siriusit, se ai ka shkatruar fiset e lashta Ad e Themud, duke mos lënë askënd prej tyre. Ka shkatruar popullin e Nuhut më parë, sepse që më i padrejt dhe më rebel, dhe ka zhdukur qytetet e përmbysura të popullit të Lutit, të cilat i pllakosi ajo që i mbuloi. Atëherë, në çfarë mirësie të Zotit tënd dyshon ti o njeri? Ky profet është paralajmëruesi ata të mëparshmit. Ora e kiametit po afrohet, dhe askush përveç Allahut nuk mund ta zbulojë atë. Vallë, prej kësaj fjale po çuditeni, dhe po qeshni e nuk po qani. Madje jeni edhe të shkujdesur. Më mirë për uluni në sejdë për Allahun dhe adhurojeni atë. U afrua ora dhe u qa hëna. E megjithatë sa herë që shohin ndonjë mrekulli, ata largohen dhe thonë, kjo është në vazhdën e magjive të tij. Ata e mohojnë të vërtetën dhe pasojnë dëshirat dhe tekat e tyre, por çdo gjë është e caktuar. Sigurisht që atyre u kanë ardhur histori për t'i prapsuar nga e keqja, një urtësi e përsosur, por paralajmërimi nuk u bën dobi. Prandaj largohu nga ata o profet, deri ditën kur do t'i thras lajmtari në diçka të tmerrshme. Me sy të për ullur do të dalin nga varret, sikur të ishin karkaleca të shpërndar, duke shpejtuar drejt lajmtarit. Atëherë mohuesit do të thonë, kjo është ditë e vështirë. Para tyre, i ka përgënjeshtruar shenjat tona populli i Nuhut. Ata i quanin gënjeshtar robin ton, Nuhun, i thoshin i çmendur, e pengonin dhe e kërcnonin. Kështu ai ju lut Zotit të vet, unë jam i mundur, andaj më ndihmo. Atëherë, ne hapëm dyert e qiellit, me ujë të rrëmbyeshëm, dhe i shpërthyen burimet e tokës e ujrat u takuan për një qëllim të paracaktuar. Ndërsa Nuhun e bartëm në një barkë, të ndërtuar prej dërasash dhe goshtësh, e cila lundronte nën syt tanë, si shpërblim për atë Nuhun, i cili u mohua. Ne e kemi bërë atë si shenjë, por a ka kush që të marrë këshill? E sa i tmerrshëm që dënimi im, pas paralajmërimeve të mia. Vërtet ne e kemi bërë Kur'anin të lehtë për të kuptuar dhe kujtuar. Prandaj, a ka ndonjë që të marrë këshill? Edhe Fisiad e quajti gënjeshtar të dërguarin ton. Por sa i tmerrshëm që dënimi im, pas paralajmërimeve të mia. Ne u dërguam atyre në një ditë ndjella keqe, një erë të stuhishme të pandërprerë, e cila i nxirrte njerëzit, sikur të ishin trungje të shkullura hurmash. E sa i tmerrshëm që dënimi im, pas paralajmërimeve të mia. Vërtet ne e kemi bërë Kur'anin të lehtë për të kuptuar dhe kujtuar. Prandaj, a ka ndonjë që të marrë këshill? Edhe fisi Themud i përgënjeshtroi paralajmërimet tona. Ata thanë, vallë, atë ndjekim një njeri prej nesh, atëherë do të ishim vërtet në rrugë të humbur dhe të çmendur. Vallë, vetëm atij mes nesh t'i dërgohet shpallja. Jo, ai është gënjeshtar me ndje madh. Të dërguarit ju tha, nesër do ta mësojnë ata se kush është gënjeshtari me ndje madh. Ne po u dërgojmë deven për t'i sprovuar, andaj ti o Salih, priti ata dhe bohu i durueshëm. Dhe lajmëroj ata se uji do të ndahet ndërmjet tyre dhe deves, secili do të pijë sipas radhës. Por ata thirrën shokun e tyre i cili e mori dhe e theri. Esa i tmerrshëm që dënimi im pas paralajmërimeve të mia. Ne dërguam mbi ta një ulurim të vetme, e ata u bën si sana e coptuar në pleme. Vërtet ne e kemi bërë Kur'anin të lehtë për të kuptuar dhe kujtuar. Prandaj, a ka ndonjë që të marrë këshill? Edhe populli i Lutit nuk i besoi paralajmërimet.
Ne dërguam një stuhi gurësh mbi ata, përveç familjes së Lutit që e shpëtuam në agim, si mirësi nga ana jonë. Ja, kështu ne i shpërblejmë ata që falenderojnë. Ai, Luti, i kishte paralemruar ata për fuqinë e dënimit tonë, por ata i vunë në dyshim paralemrimet. Ata i kërkuan Lutit t'u dorëzonte mysafiret e tij, por ne u averbuam syt e u thamë: shijoni dënimin tim, tani që e dëgjuat paralemrimin tim. Dhe të nesërme në mëngjes, ata i goditi një dënim i vazhdueshëm. Shijoni dënimin tim, tani që e dëgjuat paralemrimin tim. Vërtet ne kemi bërë Kur'anin të lehtë për të kuptuar dhe kujtuar. Prandaj, a ka ndonjë që të marrë këshill? Edhe njerëzve të faraonit u patën ardhur paralemrimet, por ata i mohuan të gjitha shenjat tona. Prandaj ne i dënuam, ashtu siç dënon i plot fuqishmi, i plot pushtetshmi. Vallë, jo besimtarët tuaj janë më të mirë se këta, popuj të zhdukur më parë. Apo ju keni ndonjë paprekshmëri në librat e shpallur? Apo ata thonë: ne jemi grupi pathyeshëm. Së shpejti do të thyhet grupi, dhe secili prej tyre do t'ja mbath. Madje, ora e kiametit do të jetë takimi i tyre, dhe ora do të jetë më e tmerrshme dhe më e hidhur. Pa dyshim keqbërësit janë të humbur në këtë jetë, dhe do të digjen në zjarr në jetën tjetër. Ditën kur të tërhiqen me fytyrat e tyre përmbys për t'u hedhur në zjarr, do t'u thuhet: shijoni prekjen e zjarrit përvolues. Vërtet, ne çdo gjë e kemi krijuar me mas të paracaktuar. Ne urdhërojmë vetëm një herë, dhe vullneti ynë përmbushet sa çelë mbyll syt. Ne tashmë i kemi shkatruar të ngjashmit me ju në mosbesim. Prandaj a ka ndonjë që të marrë këshill? Çdo gjë që kanë bërë është shënuar në librat e engjëve që regjistrojnë veprat. Çdo gjë e madhe, a e vogël qoftë, është shënuar. Vërtet besimtarët e devotshëm do të jenë në kopshtet e xhenetit, kur jedhin lumenj. Në kuvendin e së vërtetës, në xhenet, tek një sundues i plot fuqishëm. I gjithëmëshirshmi u ka mësuar Kur'anin në robërve të tij. Ka krijuar njeriun dhe i ka mësuar atij të folurit e qartë. Dielli dhe hëna ndjekin në rrugën e caktuar. Bimët dhe pemët i përulen Allahut. Ai e ka ngritur qiellin lart dhe ka vënë peshorën e drejtësisë që ju të mos e shkelni atë. Prandaj, matni drejt e mos hani në peshë. Ai e ka bërë tokën për krijesat. Aty ka fruta të lloj-llojshme dhe palma hurmash me fruta si bistaqe. Ka drithra me gjethe kërcej dhe bim me erë të mirë. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Ai e krijoi njeriun prej baltës së thatë, ashtu si vorba, ndërsa gjindët i krijoi prej flakës së zjarrit. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Ai është Zoti i dy lindjeve dhe i dy perëndimeve. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Ai ka lënë të lira dy detet që të takohen, por midis tyre ka një pengesë që nuk mund ta kapërcejnë. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Prej tyre nxiren margaritar dhe korale. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Ati i përkasin anijet që lundrojnë në përdete e që ngrihen si male. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Çdo gjë që është në tokë do të zhduket e do të mbetet vetëm fytyra, qenia e Zotit tënd, plot madhëri dhe nderim. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Ati i lutet gjithkush që ndodhet në qiell dhe në tokë, e në çdo kohë ai ushtron fuqinë e plot. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Së shpejti do të merremi me ju, me gjykimin tuaj, o dy barët e tokës, njerëz dhe gjinde. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni?
O gjinde dhe njerës, nëse keni fuqi të kapërceni kufijtë e qiejve dhe të tokës, atëherë përshkojini ato. Por nuk do të mund ta bëni këtë, përveç se me një fuqi të madhe nga Allahu. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Kundër jush do të dërgohen flag zjarri dhe tungji shkrir, si dënim për mohimin e dhuntive të Allahut, dhe ju nuk do të mund të mbroheni. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Veç kur të çahej qielli dhe të bëhet i kuq si trëndafili në ditën e Kiametit. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Atë ditë njerëzit dhe gjindët nuk do të pyeten për gjunahet e tyre. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Fajtorët do të njihen sipas shenjave dhe do të kapen për ballukesh dhe për këmbësh. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Ja, ky është xhenemi, të cilin e mohonin keqbërësit. Ata do të sillen në mes të zjarrit dhe ujë të nxehtë që vlon. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Për ata që i friksohen paraqitjes para Zotit të vet, do të ketë 2 kopshte. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Kopshtet do të jenë të mbjell me pemë që bëjnë hije. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Në ta do të ketë 2 burime që rrjedhin. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Dhe prej çdo fruti do të ketë nga 2 lloje. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Ata do të jenë të mbështetur në shtroje, anash me armaç mëndafshi, e frutat e 2 kopshteve do t'i kenë afër sa t'i kapin me dorë. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Atje do të ketë virgjëresha sy ulura, të cilat para tyre nuk i kanë prekur as njerëz, as gjinde. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Ato do të jenë si rubin dhe korale. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? A ka shpërblim tjetër për të mirën, veç se së mirës? Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Nën këta 2 kopshte, do të ketë edhe 2 kopshte të tjera. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Ato do të jenë të veshura me gjelbrim. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Aty do të jenë 2 burime që gulfojnë. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Atje do të ketë fruta, palma hurmash dhe sheg. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Në to do të ketë bukuroshe me virtyte të larta. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Atje do të ketë hyri syzeza në përtenda. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Ato hyri nuk i kanë prekur para tyre as njerëz, as gjinde. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Ata do të rinë mbështetur në shtroje të gjelbra e qilima të bukur. Pra, cilat dhunti të Zotit tuaj po i mohoni? Qoftë lartësuar emri i Zotit tënd, plot madhëri dhe nderim. Kur të ndodh ngjarja e Kiametit, ardhjen e saj, askush nuk do ta mohojë. Disa do t'i ul e disa do t'i lartësojë. Kur toka të dridhet fuqishëm, malet të thërmohen cop-cop e të shndrohen në pluhur të shpërndar. Ju o njerëz do të ndaheni në 3 grupe. Njerëzit e së djathtës, sa të nderuar do të jenë fatlumët. Njerëzit e së majtës, sa të poshtruar do të jenë fatkeqit. Dhe ata që kanë prirë në besim, e që do të prinë edhe në xhennet. Ata janë të afërtit tek Allahu, në kopshtet e kënaqësisë. Shumica e tyre janë prej të lashtëve, ndërsa një pakic prej brezave të mëvonshëm. Ata do të qëndrojnë në divane të stolisura, me arë e gurë të çmuar, të mbështetur në to përballë njëri tjetrit. Do të vinë për qark, për shërbim, dielmosha për herë të rinj, me kupa, ibrik
dhe gota me pije të kulluar, që rjedh e që nuk do t'u jap dhimbje koke, e as dehje. E me frutat të cilat do t'i zgjedhin vetë, dhe mish shpendësh që ka ënda. Për ata ka edhe hyrije sy më dha, të ngjashme me perlat e fshehura, si shpërblim për atë që kanë punuar. Aty nuk do të dëgjojnë biseda të kota, as fjalë gjunahesh, por vetëm fjalët paqe, paqe. E njerëzit e së djathtës, sa të nderuar që janë fatlumët. Ata do të qëndrojnë në mes të lotusave pa gjëmba dhe bananeve të mbushura me fruta, në hije të gjëra, pran ujit rjedhës dhe mes frutave të lloj-llojshme, të cilat kur nuk sosen, as nuk janë të ndaluara, dhe në shtretër të lartë ku i presin hyrit, të cilat ne i kemi krijuar në një formë të veçantë, jo të lindura, dhe i kemi bërë virgjëresha, të dashura për bashkëshortët e tyre dhe moshatare me ta, për njerëzit e së djathtës. Janë shumë nga të hershmit, e shumë edhe nga të mëvonshmit. Por njerëzit e së majtës, sa të poshtruar janë fatkeqit. Ata do të jenë në afshin përcëllues të zjarit dhe ujë të valuar, dhe në hijen e një tymi të zi, e cila nuk do të jetë as e freskët, as e këndshme. Ata para kësaj jetonin në luks dhe në vazhdimsi bënin gjunaje të rënda, duke thënë, vallë, pasi të vdesim e të bëhemi pluhur e eshtra, vërtet do të ringjallemi. Vallë, edhe etri tan të hershëm. Thua jo o Muhammed, me siguri edhe të parët edhe të mbramët do të tubohen në një ditë të caktuar, dhe atëherë ju, o jo besimtar të humbur, me siguri që do të hani nga pema e zekumit, me të cilën do të mbushni barkun. Pastaj do të pini ujë të valuar, madje do të pini ashtu siç pi deveja e etur. Kështu do të jetë gostia e tyre në ditën e llogarisë. Ne ju krijuam, e pse nuk e pranoni të vërtetën? A e shihni atë që derdhni? A jeni ju që e krijoni atë, apo jemi ne krijuesit? Ne caktojmë vdekjen tuaj, dhe askush nuk mund të na pengojë që t'u ndryshojmë trajtën dhe t'ju rikrijojmë ashtu si nuk e dini në ditën e ringjalljes. Sigurisht, ju e dini krijimin e parë për një pikë fare. Atëherë, përse nuk mendoni? A e shihni atë që mbillni? Vallë, ju e bëni atë që të mbijë, apo jemi ne që e bëjmë të mugullojë? Nëse duam, ne e lëm fyçk, dhe ju do të çuditeni, e do të thoni, ne jemi të dëmtuar, madje jemi krejt të privuar nga furnizimi. A e shihni ujin që pini? Vallë, ju e zbrisni atë prej rreve, apo jemi ne që e dërgojmë? Nëse duam, ne e bëjmë atë të njelmët, andaj përse nuk jeni mirënjohës? A e shihni zjarin që ndizni? Vallë, ju i keni bërë drut lënë djegse për të, apo ne i kemi krijuar? Ne kemi bërë atë që t'ju kujtoj xhenemin dhe që t'u sjell dobi udhëtarve. Prandaj lavdëroje emrin e Zotit tënd të madhërisëm. Betohem në çastin e perëndimit të yjeve. E ky është betimi i madh, veç sikur ta dinit, se ky është vërtet Kur'ani i nderuar, i shkruar në librin e ruajtur. Atë e prekin vetëm ata që janë të pastër. Ai është shpallje prej Zotit të botëve. Vallë, një fjalë të tillë ju e shpërfillni, dhe të mirat që ju janë dhënë i mohoni. Atëherë, përse kur dikujt i vjen shpirti në gryk para syve tuaj, ndërkohë që ne jemi më afër atij se ju, por ju nuk e vini re? Përse pra nëse nuk do të gjykoheni në jetën e përtejme, ju nuk ja ktheni shpirtin atij? Përgjigjuni kësaj, nëse thoni të vërtetën. Kështu, nëse ai në agoni është nga njerëzit e afërt me Allahun, do të ketë prehje, kënaqësi dhe dhunti të xhenetit. E nëse është nga njerëzit e së djathtës, ai do të përshëndetet paqe për ty nga njerëzit e së djathtës. Por nëse ai në agoni është nga përgënjeshtruesit e humbur, ai do të gostitet me ujë të valuar,
dhe do të përcëllohet në zjarin e flakëruar të xhenemit. Padyshim, kjo është e vërteta e sigurt. Andaj, lavdëroje emrin e Zotit tënd të madhërisëm. Allahun e përlëvdon çdo gjë që është në qiell e në tokë. Ai është i plot fuqishmi, i urti. Ati i përket sundimi i qiejve dhe i tokës. Ai jep jetë e vdekje dhe është i fuqishëm për çdo gjë. Ai është i pari dhe i mbrami, i dukshmi me argumente dhe i padukshmi me sy. Ai është i dijshëm për çdo gjë. Ai i krijoi qiejt dhe tokën për 6 ditë, pastaj u ngrit mbi fron. Ai e di se çfarë futet në tokë dhe çfarë del prej saj, çfarë zbret prej qiellit dhe çfarë ngrihet drejt tij. Ai është me ju kudo që të gjendeni. Ai sheh gjithçka që bëni. Ati i përket sundimi i qiejve dhe i tokës. Tek Allahu do të kthehet gjithçka. Ai e ndërfut natën tek dita dhe ditën tek nata. Ai e di çfarë ka çdo kush në kraharor. Besoni Allahun dhe të dërguarin e tij dhe shpenzoni nga ato që ai ju ka lënë trashëgim. Se për ata midis jush që besojnë dhe shpenzojnë për bamirësi, do të ketë shpërblim të madh. Çfarë keni që nuk besoni në Allahun, ndërkohë që i dërguari i tij ju fton që të besoni në Zotin tuaj, i cili tashmë ka marrë besën prej jush? Atëherë, besoni nëse jeni besimtar të vërtet. Është ai që i ka zbritur robit të vet shpallje të qarta për t'u nxjerrë nga errësira në dritë. Allahu është vërtet i butë dhe mëshirëplot me ju. Atëherë, çfarë keni që nuk shpenzoni në rrugën e Allahut, ndërkohë që vetëm atij i përket trashëgimia e qiejve dhe tokës? Nuk janë të barabartë ata që kanë shpenzuar dhe kanë luftuar para fitores, me ata që kanë shpenzuar dhe kanë luftuar më pas. Ata kanë shkallë më të lartë, mirë po, Allahu u premton të gjithëve më të mirën, xhenetin. Allahu e di mirë atë që bëni ju. Kush është ai që do t'i jap vullnetarisht Allahut një hua të mirë, që ai pastaj t'ia kthej shumë fish? Veç kësaj, për atë do të ketë shpërblim fisnik. Ditën që do të shohësh besimtarët dhe besimtaret, me dritën që u shkëlqen para dhe në të djathtë të tyre, e do t'u thuhet: lajmi mirë sot për ju. Kopshtet e xhenetit në për të cilat rrjedhin lumenjt, e ku do të banoni përgjithmonë. Kjo është fitoria më e madhe. Atë ditë, hipokritët dhe hipokritet do t'u thonë besimtarve: na prisni edhe ne që të marrim nga drita juaj. Por atyre do t'u thuhet: kthehuni prapa e kërkoni tjetër dritë. Dhe ndërmjet tyre do të vendoset një mur me portë. Brenda saj ka mëshirë, kurse jashtë saj ka dënim. A nuk kemi qenë me ju, do të thrasin ata. Po do t'u përgjigjen, por ju e quat vetën në tundim, pritët, dyshuat dhe u mashtruat nga vetë dëshirat tuaja të kota, derisa arriti urdhri i Allahut. E djalli ju mashtroi për Allahun. Sot nuk pranohet prej jush kurfar shpërblese, e as prej atyre që nuk kanë besuar. Zjarri është vendbanimi juaj, ai është për ju. E sa vendbanimi të tmerrshëm që është ai. A nuk ka ardhur koha për besimtarët e vërtet, që zemrat e tyre të përulen para këshillave të Allahut dhe para së vërtetës që ai ka shpallur, e të mos bëhen si ata që u është dhënë libri më parë. Por me kalimin e një kohe të gjatë, zemrat e tyre u ngurtësuan dhe shumë syresh janë të pabindur. Dijeni se Allahu e ngjall tokën pas vdekjes së saj. Ne ju sqarojmë shpalljet në mënyrë që ju të kuptoni. Ata që japin lëmosh e që japin Allahut një hua të mirë, qofshin burra ose gra, do t'u shumë fishohet përfitimi dhe do të kenë një shpërblim fisnik. Ata që besojnë Allahun dhe të dërguarit e tij, pikërisht, ata janë njerëzit e sinqertë. Dëshmorët do të kenë te Zoti i vet shpërblimin dhe dritën e tyre. Kurse ata që nuk janë besimtar dhe i mohojnë shpalljet tona, do të jenë banor të zjarrit.
Ta dini se jeta në këtë botë nuk është tjetër vetë se lojë, dëfrim e zbukurim, si dhe mburje e garë ndërmjet jush, për më shumë pasuri dhe fëmijë. Ajo i shëmbëllen bimës e cila pas shiut rritet dhe i gëzon bujqit. Për më vonë, zverdhet, thahet dhe mbetet pa vlerë. Në botën tjetër ju presin vuajtje të mëdha, ose falja e Allahut dhe kënaqësia e tij. Jeta në këtë botë është vetëm kënaqësi e rreme. Prandaj, përpiquni t'ia kaloni njëri tjetrit duke kërkuar falje prej Zotit tuaj. Dhe një kopsht të gjerë sa qielli dhe toka, e që është përgatitur për ata që i kanë besuar Allahut dhe të dërguarve të tij. Ajo është mirësia e Allahut, që ai ia jep kujt të doj. E Allahu ka mirësi të pafundme. S'ka fatkeqësi që godet tokën dhe ju, që të mos jetë shënuar në libër para se ta krijojmë atë. Kjo për Allahun është vërtet e lehtë. Këtë përcaktim e kemi bërë që ju të mos dëshpëroheni për atë që ju ka kaluar, por edhe për të mos u gëzuar së tepërmi për atë që ai ju ka dhënë. Allahu nuk i do kryelartët mburavec. E as për ata që përveç se janë vetë koprac, i nxisin edhe të tjerët në kopraci. Kushdo që nuk ja vë veshin kësaj, le ta di se Allahu është i vetë mjaftueshmi dhe i denjë për çdo lavd. Ne i quam të dërguarit tan me prova të qarta dhe bashkë me ta zbritëm librat e shenjtë dhe peshorën e drejtësisë që njerëzit të veprojnë drejt. Ne zbritëm hekurin, në të cilin ka material për luftë të fuqishme dhe dobi të tjera për njerëzit, me qëllim që Allahu të njohë ata që e ndihmojnë atë dhe të dërguarit e tij, pa e parë atë. Me të vërtetë, Allahu është i fortë dhe i plot fuqishëm. Sigurisht, ne dërguam Nuhun dhe Ibrahimin, e udhëruam trashëgimtarëve të tyre, profecinë dhe librin. Disa syresh ishin në rrugë të drejtë, kurse shumica prej tyre ishin gjunaqar të pabindur. Pas tyre, ne quam të dërguar të tjerë, mandej dërguam Isain, të birin e Merjemes. Ne i dham atij ungjillin, kurse në zemrat e pasuesve të tij mbollëm butësi dhe mëshirë. Sa për murgërinë, ne nuk u urdhëruam atë, por ata e shpikën vetë për të arritur kënaqësinë e Allahut. E megjithatë, ata nuk u kujdesën si duhet për të. Kështu ne u dham besimtarve të vërtet prej tyre shpërblimin e merituar, sado që shumë prej tyre janë të pabindur. O ju udhëtar të librit, që besuat në Musain dhe Isain, rujuni Allahut dhe besoni në të dërguarin e tij, Muhamedin. Sa i do t'ju dhuroj pjesë të dy fisht nga mëshira e vet. Do t'ju jap dritë me ndihmën e së cilës do të ecni dhe do t'ju falë. Allahu është falës dhe mëshirëplot. Dhe le ta dinë udhëtarët e librit se ata nuk kanë as pak fuqi mbi çfarëdo mirësie të Allahut dhe se mirësia është vetëm në dorën e Allahut. Ai ja jep kujt të dojë. Allahu zotron mirësi të pakufishme.